presin për meje që si shqiptari më i vjetër i politikës i shqiptarëve që kanë jetuar në Jugosllavi dhe tash disa jetojnë në Kosovë, kanë shtetën e tyre, të tjerët janë të shpërndarë, të japë disa vlerësime. Ne shqiptarët e Maqedonisë, pas vitit 90, nisëm një betejë të re politike me aspiratat tona historike se si kënd të arrijmë edhe ne ta bëjmë lëvizjet tonë përpara, u pa se alatët tonë perëndimor nuk janë gatshëm ta mbështesin idenë e gjithë shqiptarëve si gjithë popujt tjerë që jetojnë në shtet. Bashkërisht bën kompromisin që brenda këtij shteti Maqedonisë ne të nisim rrugtimin tonë të në rend të parë autonomisë politike. Se po përmendë autonominë politike, ju lutem keni parasysh këtë fjali të parë që thash, nuk e thash rastësisht, asnjëherë se kam thënë karrierën time fjalën autonomia politike shqiptarëve të Maqedonisë. Më pastaj kjo u ndërtu me referendumin për autonomi politike dhe territoriale, që bëri atëherë kryetari PPD-s, Partia për Prosperitet Demokratik. Kjo nuk u realizu me shtytje, me ecje përpara edhe mendimin e Bashkimit Evropian me sugjerimin e Shqipërisë dhe të Kosovës, u shku drejt idesë së krijimit të shtetit përbashkët me Maqedonës. Më pastaj, partia e parë nuk pati sukses dhe me shpejtësi u paraqit opozita e vërtet shqiptare, Partia Demokratike Shqiptare, e cila që në hovin e parë fitoi 2 qytetet kryesore, zgjedhje lokale, me shumë mund të todhën Gostivar. Më pastaj ardhja jonë me qeverinë u quajt si ringjallje apo rilindje e plotë e shqiptarëve të Maqedonisë, përveç kontributit madh që ne dhamë për çlirimin e Kosovës, juve i kujtohet, dua opinionit ja kujtoj se viti 98 është rilindja, rimëkëmbja shqiptarëve dhe me shpejtësi të madhe për disa muaj shqiptarët filluan drejtojnë institucione jashtëzakonisht të rëndësishme për këtë shtet. Partia ishte shumë e fuqishme, ku fillu prej strukturave të Ministrisë së Brendshme, të Kulturës, Financave e kështu me radhë. Mund këtë kohë, kur ishte plani që ne shkojmë përpara dhe të bëhemi zot të këtij shteti ashtu si të tjerët, u paraqit Aliameti me shokët e vet dhe theu procesin në gjys, e dëmtoi procesin dhe tentoi që ta shkatërrojë organizimin politik shqiptar. Me këtë rast, ai me plot vetdije shkoi drejt lëndimit dhe likvidimit të Partisë Demokratike Shqiptare, fillimisht u keq shpërdor aspekti i kohës, romantizmit, çlirimit, dhe më pastaj me shpejtësi u pa se ai i zgjodhi dhe i rehabilitoi të gjithë kuadrat shqiptare të ish sistemit, komunizmit, të gjithë strukturat e UDBA-s dhe ngritën një parti politike me ndihmë të madhe të LSDM-s dhe rikthei procesin në situatë më të keqe se në kohën e Jugosllavisë. Çfarë du të them? Që atëherë ju i mbani mend fjalët se kanë luftuar për ta mbrojtur Maqedoninë prej ndarjes, se ne duhet të integrohemi me Maqedonë, listat e përbashkëta e kështu me radhë. Kjo u duk se pat sukses, po ja që sot jemi në gjendje shumë më të keqe sa para vitit 90. Sot jo që s'kemi autonominë tonë territoriale, apo federat, apo drejtën tonë të vendimarrjes kuadër të institucioneve, po sot kemi edhe shkatrimin e autonomisë politike të shqiptarëve të Maqedonisë. Dhe këtë arritën me sukses ta bëjnë maqedonasit, duke ngritur një pseudostrukturë politike që e ka emrin Vlev, të cilët unë i quaj pasardhësit e denjë të politikës të Aliametit. I pash dje ishin vizitë në Kosovë, e shoh tentimin e tyre për të bërë transition
se ato do bashkohen, se do bëjnë një lider ty, këto janë totalisht të paransishme për ne shqiptarët, deshtën të marrin aurën se i bashkon Kosova, megjithatë du të lefdoj një medium i cili tha shumë e kishtë qelluar në dheqe, i tha koti keni këto shaka, ju e keni babën dhe vendin të Mickoski. Ai si të thot, ashtu do të bëni. Ai do t'ju bashkoj, do t'ju bashkoj. Kështu që Alia Meti mendoj se përveç këtij dami të madh që ka bërë, ka vetëm një shans që sa do kudo të ngel mos të ngel një histori se njeriu më i negativ i politikës shqiptare, duhet me shpejtësi të zbrapset, të hiqet për skenës politike dhe normalisht na lejoj të dëshën që ta kthejmë të drejtën vend. E drejta në vend është se të dëshëja për herë ka thonë se Maqedonia nuk mund ngritet si shtet nëse shqiptarët nuk janë të barabartë në të gjitha mekanizmat e vendimmarrjes brenda Maqedonisë. Unë besoj se muajt e fundit, jo vetëm ne që jemi PDSH, po dhe populli në përgjithësi e sheh se ne e kemi marrë veten, shkojmë duke forcu dhe ju kërkoj të gjithëve që na bashkangjiten në këtë betejë të rëndësishme. Dua dhe për një moment të flas për një temë që gati një javë ka menduar ta përmendja jo, është një temë pak delikate, megjithatë liderët e vërtet, popullit ja thujnë vërtetat në momentet delikate. Të dashur miq, motra dhe vëllezër, të gjithë që ju që më dëgjoni, duhet kemi parasysh mos të kemi hamendje në këto momente. Këto janë momente historike. Hamendjen që kemi pasur në vitet 44-45 na bën pre të slava komunizmit, pasojat e të cilit i kemi 100 jetë. Sot Amerika është në një betejë të drejt për drejt me një regjim kriminal, siç është regjimi i Iranit, dhe unë mendoj se shqiptarët pa asnjë hezitim duhet të mbështesim Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë drejtim. Jo vetëm pse u kemi bashkërisht një borxh shumë të madh, por unë jam plotësisht i bindur se kjo është rruga e vërtetë. Kjo është rruga e cila çon drejt përparimit të njerëzimit. Unë nuk mendoj se sot duhet të jemi të heshtur, për shkak se mesazhet dita ditës zhvillin. Edhe për politikës amerikane, po e presidentit Trump, i cili tha dje se mos mendoj dikush se ne do t'i respektojmë ata të cilët do të na përkrahin pasi të përfundojë lufta. Kështu që ju të PDSH i dini qëndrimet e mia, më vjen rënd them para jush, para të tjerëve them, au pa ta thonë para një 7-8 vjetëve me unazat, ju kujtohet. Dhe unë mendoj se ne këtu nuk duhet kemi kur farë luhatje, po e mbyllim me një pyetje hipotetike. Këtë kryetaren e parlamentit të Maqedonisë as se ndëgjoj as se mban përshtypje, por nuk e di a ka marrë ndonjë qendrim si kryetari i parlamentit në raport me sulmin Amerika që i bën Iranit. Nëse ka marrë, por nëse s'ka marrë ndonjë qendrim, e thras që sa më shpejt merr një qendrim që të gjithë ne ta dimë se çfarë qendrimi ka ai dhe partia e tij. Besoj nuk vazhdoni për të madhe, ndoshta pak e zgjata, po çdo zgjatje në fjalimet e mia, unë mundohem vetëm që tregoj sa më shumë respekt për ju që keni ardhur dhe për njerëzit që na ndëgjojnë. Në këtë moment nuk dua që të dukem si njeri që shesmen, po mundohem me shumë koreksi, me shumë dëshmëri, ta bëj punën e liderit. Lideri duhet ta flet vërtetën, edhe atëherë kur populli nuk është i gatshëm që ta ndëgjojë. Është një hoç, duket se është imam të xhamia e mahallës vjetër, edhe e kuptova gjatë zgjedhjeve lokale se i doli se pas ka marrë në muajt për komunës Tetovës 50.000 denarë. Si ka marrë kreta, i marrin vetëm 500 euro, po tjerat i paguajnë tatim. Dhe më duk shumë interesant se ish mundu shkreti të mbulohet, kishte thënë një ditë xhumaje në hutbë se ato janë dhënë ato pare për çështje humanitare. Unë do t'i them atij dhe gjithë të tjerëve hoxhallarëve
se kur merrni parë të komunës dhe pushtetit, mos mendoni se komuna ka kasën që i ban parë. Kur merrni parë të popullit tuaj, parët tona që i paguajmë njerëzit atij me dhe tash. Faleminderit.